Është pak veprim i vështirë. Ndalemi edhe tek diçka e fundit, Ernest, është ndër të rralla të raste ku në një palë zgjedhje u mendua në fakt për 2 palë zgjedhje, edhe për këto të përgjithshmet, po edhe për bashkitë dhe Bashkinë e Tiranës konkretisht, sepse zoti Gonxha rreth e Partisë Socialiste po përflitet çdo ditë më shumë që mund të jetë pasuesi i zotit Veliaj. Pa i pyetur për mediat vet, u shpreh që zoti Gonxha gjithmonë më shumë nuk e pranon. Thotë që e ka një kryetar bashkie Tirana. Nga ana tjetër ka zëra për alternativat që qarkullojnë midis Partisë Demokratike për një kandidat që mund të rivalizojë Partinë Socialiste për Bashkinë e Tiranës. Si është situata? Kur dhe a mund të kemi në zgjedhjet parakoshme? Zgjedhjet e parakoshme mund të kemi edhe në Vjesht, mund të kemi ndoshta më afër, por do të parë në momentin kur merret vendimi nga Këshilli i Ministrave për shpalljen e vakancës në Bashkinë e Tiranës. Deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë lëvizje nga Kryeministria, asnjë vendim për shpallje vakance apo për të njohur presidentin me këtë vakancë që është në krye të Bashkisë së Tiranës, por pritet në fakt që mund të jetë edhe pak më e vonuar zgjedhja e kryetarit të ri të Bashkisë së Tiranës për të pritur edhe të gjithë procedurat që duhet ndiqen edhe për bashkitë e tjera të cilët kryetarët e bashkive dhan dorëheqjen dhe mund të bëhen të gjitha së bashku. Situata në Bashkinë e Tiranës është e tillë që nuk ka ende një shkarkim për zotin Veliaj. Nuk ka një shkarkim, zoti Veliaj pavarësisht se është në qeli, ai është kryetar i zgjedhur i Bashkisë së Tiranës, kryetar në detyrë dhe nga qelia mund të marrë edhe vendime, të firmos urdhra të ndryshëm siç kemi parë që ka bërë, pasi ka një kryetare të deleguar. Por ka dhe një rregullore e cila e shkarkon 100 ditë nëse nuk është në krye të detyrës? 100 ditët kanë kaluar që nga momenti që nga shkurti kur zoti Veliaj është arrestuar, por nga ana tjetër është edhe pjesa që nuk kam qenë me dëshirë time, nuk është se kam munguar me dëshirë, por kam pas një arsyetim, pjesat ligjore, pastaj ai vijon betejën, atë është prezumohet i pafajshëm në momentin që nuk ka një akuzë zyrtare apo një dënim të formës së prerë, dhe është një situatë e ndalikuar juridike, do të shohim se çfarë zgjedhje të jap, ku në këtë rast është Këshilli i Ministrave që do të marrë vendimin e fundit, pasi Këshilli Bashkiak nuk pritet që të ketë një vendimarrje për të shkarkuar kryetarin e bashkisë. Okej. Dakor, të janë zhvillimet, pra shohim sot festën e Partisë Socialiste, ku vendin të njëjtën dhe pastaj shohim nëse çfarë do të ndodhë dhe me rezultatin e zgjedhjeve. Faleminderit, javë të mbarë.